dhe gjëra të papritura, por nga vijnë dhe pse janë të papritura? Shumë aktivitete planetare që ndikojnë në shenja të ndryshme. Gjithashtu kemi të bëjmë me ndikimin akoma të hënës së plotë që ishte në shenjën e Akrepit, ku shumë gjëra ndikuan edhe shumë gjëra akoma ndikojnë në ekonomi, në punë dhe rezultate të ndryshme që do presim dhe prodhojnë shenjat, ndikimet, planetet japin mundësi dhe verdiktin e tyre mbi ato që neve kërkojmë dhe intuita jonë shkon përtej asaj çka kërkojmë. Por le të hedhim një sy ndikimit të kësaj jave, çfarë ndodh në detaje. Kemi të bëjmë me datën 4. Data 4 duket se ka të bëjnë mjaft me shumë ndikime dhe ndryshime të njëpasnjëshme, sepse kjo ditë vazhdon me energjinë e ndikimit madh të hënës në shiqetar. Një mënyrë apo tjetër është intensive dhe shumë dinamike. Nuk është thjesht një frymarrje, nuk është thjesht një energji, nuk është thjesht një diçka që fillon, por janë ndryshime të mëdha në themel. Hëna në shiqetar aktivizon elementin e zjarrit. Kjo do të thotë duhet ecim përpara, të nisim diçka që neve kemi lënë pas dore, në një farë mënyre me ndryshimet dhe çështjet madhore. Dhe kjo do të thotë vendime, marrim vendime shumë të rëndësishme. Çështja është nëse e dim drejtimin që neve do të marrim, këtu është çështja. Këndi i parë i shumë i rëndësishëm i kësaj dite me trekëndshën e hënës me Jupiterin në 11 gradë, do të thotë ndikime pozitive. Ky kënd sjell optimizëm, besim, dëshirë për zhvillime të mëdha në ekonomi. Është një energji që na bën të shohim dhe mundësi që të hapim horizontin ton dhe gjëra të reja. Në shprehjen apo ndikimet negative që ka të bëjnë ndalojnë.